që po kryen edhe sot, do të shihni ushtar pothuajse kudo në Izrael, veçanërisht në Jeruzalem, edhe pse ka një masë parandaluese dhe për t'ju bërë të ndiheni më të sigurt, ndaj nuk duhet keni as pak frikë prej tyre, dhe shumë prej tyre do t'ju kërkojnë me mirësjellje për foto. 3. Mos u vishni në mënyrë të papërshtatshme. Tani, kjo është kryesisht për vendet fetare që do të vizitoni, ndërkohë që ndodheni në Jeruzalem. Këto vende diktojnë që burra dhe gratë të vishen në mënyrë modeste, duke mbuluar gjunjët dhe shpatullat e tyre. Në disa raste, mund ju kërkohet të vishni një jarmulke, ndryshe kipa, kapele e vogël në formë rrethore, e cila do t'ju ofrohet, dhe grave mund t'ju ofrohet një shall, nëse veshja e tyre nuk është sipas kodit. 4. Mos fol për politikë. Tani, do të duket sikur po kundërshtoj veten time, sepse jam shumë dakord që të keni një bisedë politike me dikën në Izrael, por ajo që duhet juve në dukje, është se biseda duhet jetë rreth jush, që të mësoni nga perspektiva e tyre, sepse gjëja më e keqe që mund të bëni, veçanërisht si amerikan, është të tregoni atyre se çfarë mendoni se duhet të bëjnë, ose çfarë mendoni se duhet të ndodhë. Thjesht nuk ka kuptim. Ju jeni atje vetëm për të mësuar rreth këndvështrimit të tyre dhe asgjë tjetër. Mos u mashtroni. Tani, unë zakonisht nuk rekomandoj guida turistike kur udhëtoni, sepse mendoj